Papa Leoni XIV mbajti meshën e tij të parë të Krishtlindjeve si pap në bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, duke dhënë një mesazh bamirësie dhe shprese përballë teprive të një ekonomie të shtrembruar. Pak para meshës, Papa Amerikan doli në shkallët e sheshit të Shën Pjetrit për të përshëndetur afro 6.000 besimtarët e mbledhur në shi për të ndjekur ceremoninë në ekrane gjigande për shkak të mungesës së hapësirës brenda bazilikës. Bazilika e Shën Pjetrit është shumë e madhe, por për fat të keq, ju aq e madhe sa t'ju akordoj të gjithëve. Ju admiroj dhe ju respektoj dhe ju falenderoj për guximin dhe dëshirën tuaj për të qenë këtu sot, tha ai në anglisht. Para kardinalëve, peshkopëve, diplomatëve dhe rreth 6.000 besimtarëve, Papa Leoni, i cili shfaq një stil më diskret se paraardhësi si ti Francesku, mbajti më pas një predikim shumë fetar, pa përmendur drejt për drejt ndonjë temë aktuale. Ndërsa një ekonomi e shtrembruar çon në trajtimin e njerëzve si madhra, Zoti e bën veten si ne, duke zbuluar dinjitetin e pafund të çdo personi, tha Papa. Le të shpallim gëzimin e Krishtlindjeve që është festa e besimit, bamirësisë dhe shpresës, shtoi ai. Kjo ceremoni që përkujton lindjen e Krishtit, një nga më solemnet e vitit, përzeu himne tradicionale dhe gjeste simbolike. Papa 70 vjeçar vendosi të festojë atë në një kohë më të vonë se sa gjatë papatit të Franceskut. Një tjetër ndryshim i madh ishte edhe fakti që Leoni kryesoi edhe meshën e ditës së Krishtlindjeve të njëjtën në mëngjes, duke ringjallur kështu një traditë që daton që nga papati i Gjon Pali të dytë. Asnjë tekst në Dhjatrën e Re nuk specifikon ditën dhe orën e lindjes së Jezusit të Nazaretit. Celebrimi i lindjes së tij më 25 dhjetor në traditën e krishterë u zgjoll në shekullin e 4 të Perëndimit. Krishtlindja e këtij viti shënon edhe fundin e vitit të shenjtë jubilar të Kishës Katolike, çka ka rezultuar me dyndje të miliona pelegrinëve në Rom.